Vrasja e bashkëshortëve Krenik dhe Gentiana Mujeci në Balldratë Lezhës është bërë për hakmarrje. Policia mundi të zbulojë autorët e atentatit të së dielës duke hetuar rrugën që ndoqën dy mjetet me të cilat u krye krimi dhe me metoda speciale të hetimit. U bë e mundur identifikimi i autorëve të dyshuar dhe konkretisht shtetasit AM, 22 vjeç, FM, 36 vjeç dhe RM, 23 vjeç, banues në Lezhë. Automjeti i markës Audi ka mbajtur në vëzhgim lëvizjet e shtetasit KM. Dhe më pas një automjet tjetër i tipit Volkswagen, pa targa. Dyshohet se ka prerë rrugën makinës ku udhëtonte shtetasi Krenik Mujeci së bashku me bashkëshorten dhe personat që ishin në automjet kanë qelluar me breshëri armësh në drejtim të automjetit të tij. Pas identifikimit u zhvilluan edhe kontrollet, por autorët nuk u mund të gjendeshin. Pas identifikimit të tyre, nga ana e strukturave policore janë ushtruar kontrolle në disa banesa dhe ambiente të tjera, por nuk është bërë e mundur gjetja e tyre. Këta persona janë shpallur në kërkim. Shkak, tha drejtori i policisë Arben Asufi, është hakmarrja. Dyshohet se vrasja ka ndodhur për arsye hakmarrje. Në vendin e krimit, policia gjeti 40 gëzhoja, ndërsa kamerat filmuan dy makina që e ndoqën çiftin për disa kilometra. Pasi i zun rrugën u qellua me breshëri, ndërsa autorët u larguan drejt shëngjinit. Pista kryesore mbetet deri më tani ajo e hakmarrjes për një krim të ndodhur 10 vite më parë, ku Krenik Mujeci, që u vra të dielën bashkë me të shoqen, ishte një nga të dyshuarit si të përfshirë në ekzekutimin e Gens Mhillajt në malin e Jushit të Shkodrës.